jashtë prej teje. Si që ka hyrë, më vjen në mendje ka ndodhur diçka kur ka hyrë kjo frika. Edhe që atëre ti nuk e heqdo. Edhe unë të kthej sot në kohë, kur është mbutur kjo frika. Dhe urdhëroj që në atë moment të largohet tani. Në emrin e Jezusit. Do të thuash të pak me gojën tënde, Zoti Jezus. Zoti Jezus. Unë nuk e dua më këtë frikë. Nuk e dua më këtë frikë. Unë nuk e dua më këtë presion. Nuk e dua më këtë presion. Unë të mora të si Zot. Unë të mora të si Zot. Dhe tani unë pres shkirtin. Dhe tani unë pres shkirtin. Dhe e marr shkirtin. Dhe e marr shkirtin. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Dhe unë deklaroj dhe të ndaj tani, si që ndave ti frikën, unë të ndaj ty tani, të ndaj nga çdo sëmundje në emrin e Jezus Krishtit, të ndaj nga çdo që ku Satani ka marrë në kontroll jetën tënde dhe të çliroj tani në emrin e Jezusit. Çliroj mendjen tënde, të kesh një mendje të bekuar që mendon të mirë dhe nuk e mendon më të keqe. Në emrin e Jezusit. Amen. Si e? Amen. Si e? Robert, Zoti do të vlasësh gjithë lagjes e ti do të kesh një gjuntar I madh I Perëndis. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Halleluja. Amen, amen, amen. Amen. Lavdi Zotin. O, lavdi Zotin. Faleminderit Zotin. Lavdi Zotin. Halleluja. Unë e thyre dhe udhëroj të largohet tani në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit, kërkoj çliриmin e vajzës tënde, kërkoj çliриmin e djalit tënd, kërkoj çliриmin tënd në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit, fryma e dhimbjes, fryma e lëngatës, e udhëroj tani jashtë. Danke Jezus. Danke Jezus që një dita të bide ty ajo të dotu Zot, edhe ajo I falarmisht në saj. Sepse ajo të bide ty Zot. Të bide ty. Një dita të dotu Zot më shumë se që qka, edhe do të bide ty. Më shpat komplet shtiri, komplet, zjarë shpirtit shek, zjarë shpirtit shek në emrin e Jezusit. Zjarë shpirtit shek. Në emrin e Jezusit. Vazhdojmë, kush është tjetër? E një ditatër I pak në prezencën e sosh. Po, më të ku ke di? Ku? Ok. Në emrin e Jezusit Krishtit, Gjeku, shune që më të tjetë? Iqe njësi, tata iqe më të? Po. Të ndurë nga dalë në rapa aleluja. Në emrin e Jezus Krishtit unë urdhëroj këtë dhimbje e jashtë. Edhe që çdo pesha që më bën, unë urdhëroj të hyjë
tani e të largohet. Çdo shpirt magjie edhe çdo shpirt paralizë e largohet tani jashtë. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit. Shpirti paralizës jashtë. Shpirti rrjedhjes jashtë. Çdo magji jashtë. Çdo magji jashtë. Dhe unë urdhëroj tani të largohet. Tani. Në emrin e Jezusit. Komplet. Unë e urdhëroj dhe e ndaj tani për teje. 1, 2, 3, jashtë. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Tere, sa ti lere. Kemi qurë shpallë. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke. Halleluja. Unë të më përkërët e tua se ka njerë të pjekëve. Edhe e shikoj si është bërë një magjinë e kotka. Edhe në emrin e Jezus Krishtit, unë marr autoritet sot dhe dënoj shpirtin e magjisë dhe të ndaj sot nga çdo shpirt magjie. Dhe çdo gjë që paralizon këmbët e tua dhe i pin, unë i them jashtë tani në emrin e Jezus Krishtit të ndaj tani nga çdo vetë dhe shpallje të këtyre tani të lirë. Tani, fuqia e Krishtit nga si e flokut deri në majë këmbës dhe shëri komplet. Ti je lirë në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Amen. Si dhe për Zoti është një vend punë të plota. Edhe ne jemi në kurë një ndajmë nga që shpirtini. Edhe ndajmë sot, nuk e duam që të shpirtini. Nuk e duam në të shpirtini. Nuk duam të shpirtini. Asë në alkim. Ndajmë. Më falë sot për gjithë shka. Dhe ka falë në emrin e Jezusit. Amen. Dhe në emrin e Jezus Krishtit ku marrë autoritet tani dhe urdhëroj të vini të tamam. Në emrin e Jezus Krishtit të vini i. Në emrin e Jezus tani. Në emrin e Jezus. Në emrin e Jezus. Në emrin e Jezus. Vini jashtë. Vini jashtë. Dhe çdo problem që kemi thënë, çdo problem që kemi thënë, tani në emrin e Jezus jashtë edhe shpallë dhe shërim. Jashtë. Halleluja. Halleluja. Amen. Pranvera. Thjesht të pranë edhe për shqohet se është e thjesht të qëndrojë pranë. Hajde gjeti këtë. Me të mos tjenë vetë. Emrin e Jezus Krishtit, unë dënoj emrin e Jezus Krishtit, çdo koncentro këtu. Emrin e Jezus Krishtit, çdo shpirt Covidi dhe pas Covid, çdo shpirt satanik që kërkon të marrë jetën tënde dhe të lëri ty kështu që të jetë gjithmonë e smur, unë të ndaj sot. Si e? Lavdi Zoti! Aleluja! Zoti më bërë mrekullim! Zoti jonë është Zoti mrekullime! Zoti jonë është Zoti mrekullime! Zoti jonë! Aleluja! Aleluja! Lavdia i qëtë Zoti! Jemi lavdi Zoti! Aleluja! Aleluja! Ky është Zoti! Aleluja! E, Ardi, merë të shpinë! Të qitë dhe merë të shpinë! Halleluja, sepse Zoti sot në thirrë asnjë lloj zjerri. Halleluja, lavdi Zotit.
Japi laftë Zotit. Halleluja. Ky është Zoti jon. Ky është Zoti, ky është Jezusi. Halleluja. Halleluja. Do shpall tani shërimin tënd. Çdo gjë që ka ngelur në mos i prek njerëzit. Çdo më falni. Jo, po është një përshëndetje. Në Jezus Krishtit, çdo gjë që pengon rrugën tënde, çdo ftoje, çdo pasojë pas Covidit, çdo gjë që është ngritur në rrugën tënde dhe ke gjithmonë këtë kohë të bashkëshme, unë urdhëroj tani të lahet mushkëria jote në qafën e Krishtit e kërkoj pastrimin e mushkisë tënde tani, në emrin e Jezusit. Dhe çdo frymëngerçi e urdhëroj tani të lërë trupin tënd, në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit, unë deklaroj tani çlimin e prodhisit tënd, të gjitha linet e përra në prodhisin tënd, dhe çdo gjë që sjell dhimbje, e urdhëroj tani dhimbje jashtë. Në emrin e Jezusit. Çdo infeksion nëpërmjet kockave, çdo gjë që bën kocka të ndorruar me njëra tjetrën dhe të japë dhimbje, unë e urdhëroj tani jashtë. Në emrin e Jezusit. Dhe i urdhëroj kockat të shtrohen Zotit, edhe të provojnë lëmën e numrin e Jezus Krishtit dhe asnjë dhimbje më. Në emrin e Jezus Krishtit të mbush me shpirtin e shenjtë. Dhe çdo gjë Zoti ta bëjë në rregull dhe në autoritetin e Zotit. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Zoti e do zemrën tënde. Zoti e do shumë zemrën tënde. Edhe të kemi zemrën shumë të mirë, edhe Zoti thotë unë do të lësë siç ishte më përpara. Edhe Zoti jo vetëm që të shëroj, por të jepi hartë. Në emrin e Jezusit. Faleminderit Zot. Në emrin e Jezusit. Si je? Në emrin e Jezus Krishtit, çdo shpirt mirë, në emrin e Jezus Krishtit, unë e urdhëroj tani të largohet. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Amen. Se Zoti po punon, se nga njerë të kuardoni që. Po tani Zoti o shkoj se të se qëtë të Zoti, që njerë të doktorë dhe të se e kuaj. Urdhëroj drejtimin e shpatullave
Në emrin e Jezusit Krishtit shpaku drejtohet. Në emrin e Jezusit rekord të shërit tani. Në emrin e Jezusit zjarri Krishtit tani. Zjarri Krishtit. Zjarri Krishtit. Zjarri Krishtit. Zjarri Krishtit. Zjarri Krishtit. Zjarri. Shkruan gjithë shka. Halleluja. Zotë thot, në vetëm që në Zotë jo për të doktori. Të thot, Zotë janë të doktori jo. E Zotë të doktori. Jeta ju të një normalu. Mos e të sotë në njështë. Ajo që një të thënë shumë ka paruar e ka një. Zotë të thot, nuk ka paruar e ka një. Zotë të thot, çdo gënjeshtër e Davidit të largohet tani. Në emrin e Jezusit. Amen. Që përndjek familjen tënde, unë e udhëroj të largohet dhe të lërë jetën tënde tani. Në emrin e Jezusit, shpirti i gjymtimit, i paralizës e udhëroj të largohet tani në emrin e Jezusit. Shpirti i shtrëmbrimit e udhëroj të largohet tani në emrin e Jezusit. Tani. Dhe deklaroj tani çdo dhimbje të largohet tani dhe shërim dhe drejtim tani. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Amen. Halleluja, halleluja. Zotë. Dhe tani shërim. Në emrin e Jezusit.
dhe kurna mos u kthe. Se që ka vena tjetë në autoritetin e Krishtit, se që ka marrë në autoritetin e Krishtit, se kur sulm kockat në autoritetin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezusit. Dank Jezus. Dank Jezus. Dank Jezus. Dank Jezus. Dank Presidente. Dank Jezus. Dank Jezus. Dank Jezus. Është blokim komplet. Çdo që blokon qafën tënde, unë urdhëroj tani jashtë. Dank Jezus. Komplet, në emrin e Jezus Krishtit. Komplet të rëndësi që ata tani në rregull, gjithë ato që ka kryer në autoritetin e Krishtit Jezus tani. Amen. Provojmë të Zotit, aleluja! Flesh Zotit, aleluja! Dhe komplet të push me shpirtin e shenjtë, që asnjë nga ato mos kthej kurna, dhe çdo të instrument të punojnë, dhe të rigjenerojnë komplet trupin të gjithë vitet e vjetra në të kthejnë në emrin e Jezusit. Amen. Gjithë vitet që ke kaluar me vdekje, tani ti kalosh plot me gëzimin e Zotit. Në emrin e Jezusit. Amen. Aleluja! Aleluja! Për shkak të një njeriu që na ka lënduar. Ai e bën jetën të qetë dhe nesër. Nuk ja vlen, po ja them me të vërtetë, nuk ja vlen të kemi mos falje. Tua e një jetën tuaj dhe falje. Tu e më ka lënduar, nuk e meriton ta falje. Faktikisht nuk e meriton, okay? Po, ne e bëjmë se s'u vetë, ne e meriton. Zoti godhë, si thot Zoti, ti fale do fundot të përqerim, po të gjithë dhe të shkokat e ty. Lerja Zotit u rejtje. Dhe dhe të sot unë e farë, nuk e meriton, po unë e farë se të më gjallë të të ty dhe ta i tia kërë në qësë. Më kërëci. Çdo shpirt varje e tua, në emrin e Jezus Krishtit. Çdo shpirt i zmatë, çdo shpirt që kërkon të të gjithë njeriu, në emrin e Jezus Krishtit. Çdo shpirt maqie, çdo shpirt paralizë, në emrin e Jezus Krishtit. Çdo shpirt atako kardiake, në emrin e Jezus Krishtit. Çdo gjë që i kërkon të të gjithësmoj, në emrin e Jezus Krishtit, unë urdhëroj të largohet tani. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo shpirt maqie, çdo shpirt maftimi, çdo shpirt urrëtie. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo gjë që ka lënduar dhe kujtë tu,
Në emrin e Jezus Kristit unë urdhëroj të largohen tani. Në emrin e Jezus. Në emrin e Jezus, i vërtet ata nevojën e Krishtit. Në emrin e Jezus Kristit kërkoj çlirim dhe çdo shpirt i grene e trashëguar, unë e thyej sot në emrin e Jezus Kristit dhe urdhëroj të largohet. Dhe çdo shpirt që bllokon nismën e trupit tënd, në emrin e Jezus Kristit. Gjithçka e urdhëroj tani të lërë trupit tënd, në emrin e Jezus. Në emrin e Jezus. Në emrin e Jezus. Dhe çdo shpirt i pirje e trupit tënd, e gjithë së vitturës tënde, në emrin e Jezus Kristit. Çdo shtatë jemi kokët të mërësit. Çdo shpirt paralize, unë e urdhëroj tani të largohet dhe të lërë trupit tënd, dhe të ripërtërhiet trurit. Në emrin e Jezus Kristit unë deklaroj tani ripërtërhije, rifreskim, në emrin e Jezusit dhe një mendje të re, komplet të re, që ti kupton gjithçka, që ti gjithçka e di në emrin e Jezus Kristit dhe truri jo të rinovohet dhe të marrë në kontroll të gjithë trupin tënd. Në emrin e Jezus Kristit, të marrë në kontroll të gjithë trupin tënd dhe ta vjesh trupin tënd. Në emrin e Jezusit. Dhe të gjitha dhimbjet në organizmin tënd, çdo që ti mund ta sjell, tani e urdhëroj të largohet në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. E urdhëroj të largohen tani në emrin e Jezusit. Ne gjitha njerëz që të duar që janë e kocave, edhe çdo që janë brenda kocave në njëra tjetër, edhe s'kanë më larg. Edhe në emrin e Jezus Kristit unë urdhëroj të provojë deri në emrin e Jezus Kristit dhe në autoritetin e Zotit. Tani, dhimbje, magji, mallkim, sëmundje të keqparkoshme, prishtim, depresion, edhe i tjerë i rrobtuar, unë të urdhëroj të largohesh tani. Në emrin e Jezusit. Çdo shpirt të urrëtie, unë urdhëroj tani të largohet për te. Tani. Dhe mos ketë më asnjë të urrëtie. Shpirt të urrëties, i zgjidhjes, jashtë në emrin e Jezusit. Tani. Zjat në emrin e Jezusit. 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 Grazie Jezus. Komplet në zemrën tënde tani, kërkoj në zemrën të re. Në zemrën të re në emrin e Jezusit. Në zemrën të re në emrin e Jezusit. Dhe gjithçka në ekonomi, edhe në barku në emrin e Jezusit, të urdhëroj në Zotin tënd, të largohet tani në emrin e Jezus Kristit, dhe urdhëroj tani shpëtimin e në emrin e Jezusit. Edhe probleme me mikro, në emrin e Jezusit, çdo problem me mikro dhe urdhëroj të largohet tani. Tani në emrin e Jezusit. Komplet. Unë urdhëroj tani sa po ka të shumë. Në emrin e Jezus Kristit unë urdhëroj tani shpatullën tënde të kthejë jeta, të në shtrohet Krishtin dhe të komandohet. Në emrin e Jezus Kristit ngrihu. Në emrin e Jezus Kristit shërohu. Në emrin e Jezus Kristit merrje. Amen. Në emrin e Jezus Kristit, thuaj problem. Në emrin e Jezus Kristit, çdo dhimbje e brendshme e urdhëroj të largohet tani. Edhe shpirti i dhunjes të largohet tani në emrin e Jezusit. Dhe deklaroj komplet shërim. Edhe çdo të largohet, çdo të largohet, çdo shpirt të mundje ose të ketë asnjë mundje. Në emrin e Jezusit. Unë nuk një kalë të zërica, sepse Zoti po punon akoma. Amen. Amen. Aleluia. Dhe Zoti ta kush beson në do t'jera. Në emrin e Jezusit. Aleluia. Aleluia. Në emrin e Jezusit të rrëpjej çdo magji. Në emrin e Jezusit çdo shpirt i njerëzit. Çdo që bllokon shërimin tënd dhe hyej tani në emrin e Jezusit.
Unë çdo boka, çdo fjalë të thënë drejt teje, çdo fjalë të tjera. Kështu që të tjerë kanë janë ngeli ashtu, do mbetet ashtu, i thyen në emrin e Jezus Krishtit, se kanë autoritet më të lartë që është Krishti i Jezus. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, çdo gjë që sjell lidhje akoma, çdo defekt që është bërë, çdo problem që është bërë, unë e udhëroj tani në fuqinë e Krishtit, të ripërdërjet gjithçka tani në fuqinë e Krishtit. Dhe ati ku është përgatitur të jetë fuqia e Krishtit ta rregullon. Në emrin e Jezus Krishtit në shpallësjarin e Krishtit, dhe vjerën e këtë paterisë dhe të ishtë në kam të tua. Sepse Zoti jo të shëron, edhe në emrin e Jezus Krishtit, unë deklaroj tani komplet shërimin. Në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit, zjam në emrin e Jezusit, zjam në emrin e Jezusit. Komplet shërim. Unë shpallë shërim tani, unë shpallë shërim tani, unë shpallë zjarën e shpirtit të shenjtë. Zjarë në emrin e Jezusit, zjarë në emrin e Jezusit, zjarë në emrin e Jezusit. Jezus je sot, Jezus je shërove, i tek përskare në tua të forcojnë tani, forconi tani në emrin e Jezusit, 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 forconi tani në emrin e Jezusit. Danke Jezus, danke Jezus, faleminderit Jezus, aleluja, aleluja, dhe ta krejtorët e qitë, dhe të lutemi të qitë, aleluja, Zoti tot kur ne jemi bërë të qitë bashkë, nuk ka asë që në pamundur, dhe të krejtorët tani, emrin e Jezus Krishtit, aleluja, dhe deklaroj shërim, deklaroj një shërim, Zoti është të qka shërim në emrin e Jezusit, shërim në emrin e Jezusit, shërim në emrin e Jezusit. Aleluja, 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 faleminderit Jezus. Jezus je Zoti, ti je Jezus të shëron, ti e ke një ato kuri Zot, që kishte sa e sa vite në vit Zot, dhe ti ke mere vikun të ndëri, dhe e Zoti diku, po kuriku na i baj të vitu. Aleluja, aleluja Zot, faleminderit Zot për botë shkonë, dhe shërimin e sajtë, faleminderit Zot, faleminderit Zot, faleminderit Jezus. Dhe është shuratitje, darkone në Figlie, darkone e Amen. Aleluja. Pa përbojnë? Desde que cita la corrupción y cita la corrupción en Dios. Sloneația doctorul care revelă stabilirea. Deci planează doctorul care va lua și revelă stabilirea autorității creștine. Zot tu es socialul. Ne emine yes. I chiederanno delle cittadine da terra di non storia cristiana. Ne emine yes. Amen. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Vedete, nemmeno Gesù Cristo completamente riveloce e muscolo na funzione. Nemmeno Gesù. Nemmeno Gesù. Riveloce e decisa nella funzione. Nemmeno Gesù. Deci tot timpul de la coartare. Deci toată ce tot acomandă școală de loc de balanța întrupită. Nemmeno Gesù. Nemmeno Gesù. Nemmeno Gesù. Amen. Aleluia! Delle provocate, cosa dice una pramera, sociolog? Declarou antes tinha problema, ele antes tinha que ter problema antes de declarou cânico, deixa ele declarou porque declarou problema
Asë plani satanik do të jetë sukses dhe nuk do të vjetë do të jetë. Në emrin e Jezusit, një mendje betuse, një mendje tonë paqe dhe frimin e Zotit. Në emrin e Jezusit, në themi amen. Amen. Come. Se potete, se per piedi, cantare alleluia, alleluia. Alleluia.
dere apo në çdo pjesë të shkuar. Çdo dere apo në shire të tua. Ne emrin e Jezusit Krishtit po vazhdojmë të luajmë. Ne emrin e Jezusit. Unë dhe lajë tani nga çdo që përdorim futur në pjesëmundje çka të tjera kanë, ke drejtë të kysh. Ne emrin e Jezusit Krishtit po ne mbrojmë të duhet sot. Ne emrin e Jezusit. Dhe ne emrin e Jezusit Krishtit shfaq tani kohë dhe shtirin dhe mbrojtje. Ne emrin e Jezusit komplet shtirin. Ne urdhëroj zemrën tani të nështrohet Krishti Jezus tani. Ne emrin e Jezusit komplet shtirin. Çdo shpirt vdekje unë urdhëroj tani të largohet. Në emrin e Jezusit. Çdo shpirt vdekje e urdhëroj të largohet tani. Tani. Shpirti vdekjes jashtë në tani. Jashtë. Në emrin e Jezusit. Çdo shpirt vdekje jashtë. Zoti është i mirë. Dhe do të të pra dhe ati kune pas e ka në shtu. Dhe qitë do ashtu. Zoti është i mirë. Apo? Halleluja. Zoti është i mirë. Po. Zgjatën e zjetë ashtu. Dhe e dhe Jezus Krishtit. Unë dënoj sot. Çdo të kush të nga folur u të zeri të fjallë të tua. Ne emrin e Jezus Krishtit do tyje çdo mallësi që është nga kësë e rreta dhe sa postu. Ne emrin e Jezus Krishtit do tyje dhe ndajme e kalot e ta. Ne emrin e Jezus Krishtit çdo problem e zemrën tënde, çdo problem e gjakun tënd, çdo problem e pjetin tënd, ne emrin e Jezus Krishtit çdo gjë e ardhur nga libri dhe urdhëroj të largohet tani. Ne emrin e Jezus. Dhe të shfuqizoj, kudo që njerëzit janë vlerë, kanë ngrënë bashkë, kanë marrë një godimën tënd, ne emrin e Jezus të gjitha bisedat të shfuqizuara dhe shpam vojtën e Perëndisë. Ne emrin e Jezus Krishtit urdhëroj të më tani të zgjatet sa tjetra. Ne emrin e Jezus Krishtit dhe të bëhet një lloj sa tjetra. Ne emrin e Jezus Krishtit. Falenderoj që ju kam bërë. Ne emrin e Jezus Krishtit do të deklaroj tani komplet shërim. Komplet. Edhe Zoti deklaroj gjithashtu lidhjen e problemeve me Kristin. Jepi qetësi në zemrën Zoti Mishit dhe bëhet Zoti Mishit të besoj ty. Të ti besoj ty të gjitha sot. E ti do të bësh gjithçka shumë mirë, sepse ti do mundesh të bësh shumë mirë. Ne emrin tënd Zoti, çdo merak për të mirë, çdo merak financa, çdo merak kujtese, në emrin e Jezus Krishtit, do të bëhen mbrojtje në Krishtin Jezus dhe planet e juaj nuk do të bëhet në emrin e Jezusit. Dhe deklaroj tani mbrojtje dhe shërim. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Në të japë bekimin që ta qosh bekimin kudo që të vesh. Në shtëpinë tënde, ti e mbarë si bekimin dhe kudo që ti je, bekimin është me ty. Ti e bekimin punës, ti e bekimin familjes, ti e bekimin. Që sot e tu t'je në çdo që do të vesh, do të kesh do të qosh bekimin. Do ta mbash për vete dhe do t'i japësh me vullnet. Sepse Zoti shkon bekimin tënd. Në emrin e Jezusit ne themi amen. 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 Halleluja.
qie trashëguar, çdo maqi e bërtani, çdo maqi vdekje, në emrin e Jezus Krishtit, çdo maqi varrezës, çdo maqi unë të vdekurit, çdo letër e shkruar, çdo fotografi e jotja e vajten, çdo gjë rroba jotje dhe vajten, çdo gjë që janë varrosur dhe emrin e Jezus Krishtit unë sjell tani jetën tuaja në dritë në emrin e Jezusit. Unë e shfuqizoj shpirtin e magjisë së zezë. Unë shfuqizoj shpirtin, nuk ka magji të zezë të bardhë, të gjitha janë magji. Dhe në emrin e Jezus Krishtit unë shfuqizoj tani. Dhe i thyej shpirtin e magjisë tani. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Dhe çdo gjë që ka filluar në trupin tënd, në emrin e Jezus Krishtit unë urdhëroj të ndaj trupin tënd tani. Në emrin e Jezusit. 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 Çdo shpirt magjie thyet tani. Në emrin e Jezusit. Haleluja. Zoti vazhdon. Prezenca është këtu në të gjithë. Edhe ca janë, Zoti thotë kështu që janë prej të pakta. Edhe kur ne qëndrojmë në prezencën e Zotit, automatikisht i mes shlirimin tu, mes shërimi, prandaj mos u largoni. Sepse kur ti qëndron, shikojeni, çlirimi vazhdon se prezenca e Zotit është të gjithë. Okej? Kështu që thjesht qëndroni në prezencë. Edhe prandaj në emrin e Jezus Krishtit, unë e thyej shpirtin e magjisë tani. Komplet, dhe çliroj jetën tënde, çliroj shëndetin tënd tani në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Çdo gosht e mbulur në fotografitë e tua, çdo magji goshtësh, çdo gjëfer e mbulur në emrin e Jezus Krishtit, i shkul tani dhe i vëzjanë në emrin e Jezusit. Çdo magji tani. Tani Jezus. Faleminderit Jezus, je Zoti, edhe s'ka më të që asë magji dashni. Edhe shpa komplet në emrin e Jezus, shqirim në emrin, shqirim në kokë, shqirim në trupin e emrin e Jezusit. Edhe kudo që është organizuar demonët e vdekjes, çdo valle që është përkthyer në varreza, çdo muzikë që është në varreza, çdo gjë që është thirrur hëna, çdo gjë që është thirrur në emrin e Jezusit Krishtit, unë i shkuqësoj dhe ngretin që në Krishtit janë krijuesi dhe çdo gjë do të bindet në Jezusit. Në emrin e Jezusit. Amen.
Jezus Krishti. Në emrin e Jezus Krishti, o thyej shpirtin e magjisë. Çdo shpirt magjie, ku mund të është lakuar emri jot. Çfarë do me autoriteti shpirtëror që ka qenë, në emrin e Jezus Krishti unë të shpëtoj. Në emrin e Jezus Krishti, çdo shpirt vdekje e paranorme. Në emrin e Jezus Krishti unë të shpëtoj. Në emrin e Jezus Krishti, çdo shpirt blokade që është thirrur dhe çdo gjë që është thirrur shikoj gjatë. Në emrin e Jezus Krishti, çdo gjë që është thirrur dhe është deklaruar emri jot, në emrin e Jezus Krishti të shpëtoj. Unë ngrej shakun e Krishtit në dyrin e Jezus Krishti. Dhe çdo kozh, çdo gjë të tërë, çdo gjë që është ulur, unë e shkruaj tani në emrin e Jezus Krishtit. Çdo gjë që është ulur në zemrën tënde, unë e shkruaj tani në emrin e Jezus Krishtit. Çdo gjë që është ulur në kokën e tua, unë e shkruaj tani në emrin e Jezus Krishtit. Dhe urdhëroj shpirtin e magjisë, 1, 2, 3, jashtë. Dhe jashtë në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Dhe çdo tensioni unë urdhëroj tani të stabilizohet. Në emrin e Jezus Krishtit, zemër në shtrojë Krishtit. Zemër në emrin e Jezus Krishtit do urdhëroj në shtrojë Jezus Krishtit. Mendje të urdhëroj në shtrojë Jezus Krishtit. Trup të urdhëroj në nështrojë Jezus Krishti. Dhe çdo gjë që nuk i nështrohet Jezus Krishti, duhet të lërë tani këtë trup. Tani, në emrin e Jezus Krishti. Në emrin e Jezus Krishti. Apo ta vem poshtë. Krishti u përgjithsuar, gjëtë të kështjeshtë. Në emrin e Jezus. Provoj. Emrin e Jezus Krishti. Çdo mpirje, çdo mpitje, unë urdhëroj tani, si jam të kujam. Dhe urdhëroj të largohesh tani mpitje, largohu tani në emrin e Jezusit. Amen. Të gjithë, në emrin e Jezus Krishtit, unë urdhëroj në dhe fund, në emrin e Jezus Krishtit, ashtë ja proshëm të fokës, i ka i për elasticitet. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit, unë urdhëroj çdo shpirt mpirje, dhe në emrin e Jezus Krishtit, çdo gjë që do të jetë të jetën, të jetë në aksimin e jetën, në Zotin, në emrin e Jezus Krishtit, çdo gjë që është deklaruar për jetën tënde, unë urdhëroj tani të lërë trupin tënd tani. Në emrin e Jezusit, urdhëroj tani të lërë trupin tënd tani. Në emrin e Jezusit, dhe çdo gjë që është numër, në emrin e Jezus Krishtit urdhëroj tani të largohet në emrin e Jezusit. Komplet. Edhe gjithçka do jetë nga fenomen. Në emrin e Jezus Krishtit. Tani Jezus. Lëti Zotit, ti qoftë. Pa provojime? Provojime sot ai. Në emrin e Jezus Krishtit, potencia, lidhje i tani. Në emrin e Jezus Krishtit të urdhëroj. Në emrin e Jezus Krishtit të urdhëroj, largo tani. Dhe çdo gjë që kërkon, çdo pranë që është vënë për ty, në emrin e Jezus Krishtit, çdo frymë inversi dhe blokimi, në emrin e Jezus Krishtit, të cilë fuqi që të banë në mbrapa. Edhe nuk të letë ecësh. Ma të letë të unë e pasionë, një që e mente, shto që edhe të tërfenda. Po, në emrin e Jezus Krishtit, unë e të putë frumën e njerë që i tani. Në emrin e Jezus Krishtit tani. Edhe shpatë të lirë, dhe atë që sofër ka bërë të lirë, është në të mërtek i mirë. Në emrin e Jezusit. Sot është dita e lirës tënde,
Dhe askush me nuk të mbante, në emrin e Jezusit. Deklaroj punë, unë deklaroj financa, unë deklaroj një mendje të tjetër, unë deklaroj martesë, deklaroj gjithçka që Zoti e ka bërë gati për ty, nuk do ta mbajë në asgjë tjetër. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Në emrin e Jezusit. 1, 2, 3 i jashtë. Çdo shpirt azme, në emrin e Jezus Krishtit. Çdo shpirt azme që ta ka bërë jetën luftë, në emrin e Jezus Krishtit, shpirti azmës, unë e urdhëroj jashtë tani. Në emrin e Jezus Krishtit. Edhe urdhëroj trupin të forcohet, gjunjët e ty të forcohet, në emrin e Jezusit. Edhe shpall komplet shliri për gjakun tënd, për zemrën tënde, edhe forcat të reja. Në emrin e Jezusit. Ne do të marrim dëshminë. Do ta shikojmë që je e shëruar. Je e shëruar. Je e shëruar. Edhe do të shojmë për dëshminë. Se tani e ka të tillë që duhet kohë, ta shikojmë. Merre vjerë. Një nuse e mirë. Marlena, lera të telefonit tani. Ylle ke. Qato. Lere që ka të telefonit tani. Mos të kontrolo, sepse ajo nuk shtetë. Jo, do t'ja themi qik, ajo të kontrolon shumë. Edhe Marlena është 20 vjeqe. Oke? Kjo e trajton si 2 vjeqe. Ju mama nuk më thoni. Kjo vajzë është një mrekulli nga Zoti. Shikojeni këtë vajzë. Është një mrekulli. Dhe mami mendon akoma që është një baby e vogël e të kujdeset. Kjo vajzë kur ka lindur i kanë thënë doktorët që nuk ron. Edhe kjo është mrekullia e parë që unë kam parë që Zoti ka bërë. Edhe Monda kur lindi edhe doktorët nuk i dhanë shpresë dhe i thanë Mondës kemi vetëm një shpresë nëse ta marrim fëmijën e ta çojmë në Austri ta kurojmë se në Shqipëri nuk mundet. I bën shumë këtu 2 operacione, më duket 4 operacione këtu nuk beshin. Edhe e çuan atje. Edhe në atë moment unë kam marrë vesh. Dhe mamaja ime më thanë që kështu për Mondën. Unë e kam vajzën e tezës Mondën. Edhe unë jam futur në një agjerim kreditor pa ngrënë papir dhe i kam kërkuar Zotit të më jepte një shenjë. Se tash Zot ti do ta shpëtosh atë fëmijë. Dhe Zoti më tregovi që ishte një re që e kishte bllokuar Marlenën. Edhe
Unë jam lutur me gjithë zemër dhe ajorea u largua dhe sikur merdi një 15 vjeçar, edhe pastaj Zoti më tregoi që pas 15 vjet do të largohet gjithçka dhe do të ketë bekime, do t'i shërbej Zotit. Edhe vërtet, kjo shpëtove kjo vajzë, është e bekuar në moshën 15 vjeç e pati prapë çik, po tani është e bekuar në të gjitha, është shëruar në të gjitha. Pra, dhe vërtet, kjo është e bekuar, po Mona, nga që e ka pasur shumë të vështirë, e këto vetëm ta kontrolloj. Edhe të gjithë ne prindit duhet të mësojmë, tu besojmë fëmijëve tanë. Tamam, tu besojmë, sepse vjen një kohë që fëmija ka nevojë për shoqëri, që do dalë, do shikojnë, po duhet t'i besosh që nuk bën asnjë gjë të gabuar. Ja, po ja themi gjithë përpara kishës, pendohu tani Monda. Pendohu, sepse po, tani nuk do ta bëjmë, se u pendua këtu ja bëjmë telefile. Në emrin e Jezus Krishtit do lutem për Marlena, të mbarosh universitetin mirë, të mbarosh shkollën mirë, në emrin e Jezus Krishtit. Amen, po. Lutem që ti marrësh të gjitha provimet, lutem për favoren e Zotit, për shoqëri, për bekime, të ndjekësh Zotin, e ta duash Zotin në çdo gjë në emrin e Jezus Krishtit. Lutem që zemra jote gjithmonë t'i përkasi Krishtit dhe mos të harrosh gjithmonë që ai është Zoti jot që të thotë. Edhe lutem që asnjë njeri i gabuar mos futet në jetën tënde. Vetëm njerëzit që janë nga Zoti. Po, në emrin e Jezusit, amen. Unë të bekoj ty, lavdi Zotit. Në emrin e Jezusit, unë lutem si të kjo marrë njerë, e se emi tonë. Lavdi Zotit, sa Diana, a i shumë. Sa Diana, në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, falenderoj që ke dëgjuar zërin e saj. Zot, ti je Zoti i mrekullive Perëndi, dhe ajo foto që thua në Zot që ta di që është vërtet Zoti, sepse ajo ka gjuruar sepse është duke kërkuar Zotin. Thjesht se po duke kërkuar Zotin. Dhe Zoti i përgjigjet zemrës tënde. Dhe mrekullia e parë që do bëj në emrin e Jezus Krishtit, do deklaroj komplet shërim të shikës së urinës, deklaroj komplet çdo gjë që mban infeksionin, që rrit infeksionin në trupin tënd në emrin e Jezus Krishtit, unë urdhëroj të largohet tani. Dhe çdo barë që ti ke, ti mban shumë barra në shpirtin tënd, dhe nuk gjithmonë ti sjellësh vetë shumë presion në ty. Në emrin e Jezus Krishtit, çik presioni në ty, unë urdhëroj të largohet sot në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit, dhe çdo merak për familjen tënde, për prindrit e tu, në emrin e Jezus Krishtit unë urdhëroj të largohet sot. Dhe çdo merak që ke për të ardhmen, sigur i ligu të ka futur kështu që s'ka të ardhme, sigur s'ke shpresë, në emrin e Jezus Krishtit unë urdhëroj këto gënjeshtra të ligut të largohen tani. Ti je zgjuar, ti je ditur dhe unë dua të them edhe një gjë. Jeta jote nuk varet sa mirë jeti me mësimet. Dua të them këtë sepse ti ka shumë të ta them që jeta jote, ajo që Zoti ka bërë planin për ty nuk varet sa mirë jeti me mësimet. Është kaq shumë presion për ty në lidhje me shkollën, mësimet, por Zoti ndonë unë e kam planin dhe unë do ta bëj planin, sido që të vesh. Kështu që ti mos u mërzit dhe mos e mbaj këtë presion me. Ti nuk të rrit vlerat shkolla, nuk ti rrit vlerat shkolla, ti je me vlera. Vlerat i ka dhënë Zoti dhe asnjë gjë nuk ti je. Dhe Zoti ka plane për ty, ai do ta bëj planin kështu apo ashtu. Prandaj Zoti thotë ma jep zemër se unë do të çoj nga lavdia në lavdi. Jo për të zgjuarësisë dhe të diturisë, por vetëm sepse unë jam Zoti të tij. Dhe do ta bëj. Në emrin e Jezusit, unë lutem për paqen e Perëndis. Komplet paqe. Në emrin e Jezusit paqe. Dhe shumë dashuri për Zotin. Dhe ta dish që ai të dëgjon, ai është me ty, ai të ka vajzën e tij të preferuar. Në çdo gjë. Në emrin e Jezusit. Amen. Në shpall komplet zjarr në emrin e Jezus Krishtit të Krishtit. Në ndjen kokën ai nuk e ka smundje, është presion shumë i madh psikologjik. Edhe gjithmonë që ka presion, edhe në emrin e Jezus Krishtit gjithë ky presion që vendoset në ty, unë e heq tani në emrin e Jezus Krishtit. Gjithë ky presion, gjithë ky autoritet i gabuar, unë të skip nga ky autoritet i gabuar në emrin e Jezusit. Dhe çliroj kokën tënde sot, edhe venat e tua, nervat e tua në emrin e Jezus Krishtit, dhe çdo dhimbje sot një herë mirë e urdhëroj të largohet prej teje tani. Në emrin e Jezusit.
që bëj Zoti do ta bëj veprën e tij të plot. Okej, jeni bashkë? Okej. Zoti të bekon dhe beson edhe amen. Edhe po të them që forcoj muskujt, se Zoti është me ty dhe ai do punoj. Edhe mos e kapë. Gjithashtu. Amen. Mirëpafshim. Në emrin e Jezus Krishtit, unë deklaroj komplet tani paqe. Në emrin e Jezus Krishtit deklaroj paqe, deklaroj çliri, deklaroj thyrje të çdo nervësi, të çdo dyshimi, të çdo kontrolli. Në emrin e Jezus Krishtit, komplet tani. Komplet. Çdo shpirt magjie të largohet tani në emrin e Jezus Krishtit. Komplet. Në emrin e Jezusit. Unë laj gjapun të në gjapun e Krishtit Jezus. Edhe vetëm gjapun e Krishtit Jezus ku vizatoron në gjapun të në emrin e Jezus. Në emrin e Jezusit, komplet. Komplet, çdo presion i brendshëm, çdo stres në martesë, në emrin e Jezus Krishtit deklaroj paqen e Zotit. Komplet. Edhe besim më shumë në Zotin në emrin e Jezusit. Unë deklaroj besim në Zotin. Duke I dorëzuar komplet familjen tënde. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo shpirt bllokimi, çdo gjë që kërkon të ndalë nga Zoti, e urdhëroj të largohet tani. Në emrin e Jezusit. Dhe të afroj me Zotin. Edhe plot e për plot me Zotin, e ridashuruar, e rifreskuar, dhe e mbledhur për të. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Edhe bekime dhe për vajzën tjetër në emrin e Jezusit. Okej. Ku është? Roela? Katalin. Okay. I say don't need to go for the edhe paqja e Zotit. Në emrin e Jezusit. Paqja e Zotit. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem tani komplet për mbrojtje, për mbushje, në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit, edhe Zoti ka lëvur ka tjetë skarën. Në emrin e Jezusit, Zoti t'ja të rrugët kudo që ke jeni nisur për ndërtimin, për rrugë, lutem për paqen e Zotit, asnjë problema, asnjë blokadë në emrin e Jezus Krishtit, edhe deklaroj komplet në shërim, skanerin e Krishtit, edhe komplet në shërim në emrin e Jezus Krishtit dhe zgjatje. Faleminderit. Faleminderit Zoti. Asnjë plan të një nuk ka sukses. Çdo shpirt vdekje, unë urdhëroj tani të largohet në emrin e Jezusit. Shpirti vdekjes I jashtë në emrin e Jezusit. Çdo shpirt magjie, çdo shpirt vdekje, çdo shpirt ndërsimi, unë urdhëroj në emrin e Jezus Krishtit të lëri trupin tënd. Në emrin e Jezus Krishtit. 1, 2, 3, jashtë. Danke Jesus. Danke Jesus. Vera, është në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo magji familjare, unë e thyej sot në emrin e Jezusit. Çdo rinovim që është bërë I të ligut, në emrin e Jezus Krishtit unë e thyej tani. Është bërë rinovim në magjisë. Në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit unë e thyej tani në emrin e Jezus Krishtit. Çdo rinovim magjie, unë e shkatroj tani në emrin e Jezus Krishtit. Çdo gjë që I ligu ka sjellë për bllokimin e jetëve tuaja, në emrin e Jezus Krishtit është I skualifikuar. Në emrin e Jezus Krishtit unë e thyej tani dhe I heq çdo autoritet të ligut. Dhe nuk do ketë sukses, ai nuk ka fuqi të bllokojë jetën tuaja. Ai nuk ka fuqi të bllokojë jetimet tuaja. Ai nuk ka fuqi të bllokojë shëndetin tuaj. Dhe në emrin e Jezus Krishtit unë shpall tani komplet liri në emrin e Jezus Krishtit. Komplet, çdo magji familjare të thyet tani në emrin e Jezusit. Të thyet tani në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit.
Shpat çlirin për stomakun tënd. Shpat, sot është dita e çlirimit, sot është dita e shërimit si të gjithë. Sot është dita e shërimit në emrin e Jezusit. Sot është dita jote. Çdo gjë ka një ditë, çdo gjë ka një kohë dhe sot është koha jote. Në emrin e Jezus Krishtit shërim, çlirimi stomakut tënd tani në emrin e Jezusit. Dhe çdo gjë që është ngrënë në emrin e Jezus Krishtit humbi. Në emrin e Jezusit të quaj të tyra tani në emrin e Jezusit. Kote, në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Danke Jezus, faleminderit Jezus. 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 Keni martuar në kish? Në kish jeni martuar? Po në kish, jeni martuar? Jeni martuar? Jo, hajde të martojmë që në... Amen. Halleluja! Mbrëm kemi bërë dy martesa. E dini ju martesat që nuk kanë lekimin e kishës, kanë i liku ka përqit të ty e martesën. Është ka që rëndësishme të veni martesat në kishë. Halleluja, halleluja, faleminderit. A duhet një mikrofona? Ajde, mbitu një qik tani kemi një martesë. Edhe një mikrofon. Edhe një. Duhet hequr, është shumë i... Na duhet edhe një mikrofon. është një aty. Halleluja. Halleluja. Kështë menduar të martosh edhe njerë për para Zotit. Lati Zotit. Halleluja. Oke. Martoj edhe njerë një mërmirë. Ndodhë spirit, ndodhë. 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 Përsëriti fjallët që ndodhë. Vera. Sa vite keni bashkë? 36. Ne kemi 36 vite bashkë. Ne kemi 36 vite bashkë. Dhe në gjithë këto vite, Në të gjithë këto vite, kemi pasur probleme kemi pasur probleme, dhe jeta ka qenë e rëndë. në jeta ka qenë rëndë. Por ne nuk e njihnim Zotin. Ne nuk e njihnim Zotin. Por unë vi sot Po unë vi sot, dhe të kërkojmë ne të kërkoj, përpara Perëndisë përpara Perëndisë, ta harrojmë të kaluar. të harrojmë të kaluarin. Të mbajmë kujtimet e bukura Të mbajmë kujtimet e bukura dhe vivjet ka lëndë. dhe linjët të lënë mbrapa. Ti e di se sa na kanë lënduar Ti e di sa në kanë lënduar, dhe sa e kemi lënduar njëri tjetrin. sa kemi lënduar në tjetrin. Dhe sot unë dua të të them Dhe sot do të them që të dua. që të duaj. Ndoshta s'ta kam thënë asnjëherë ka qapur, Ndoshta s'e kam thënë asnjëherë ka qapur, por sot dua të të them të dua. Eto? Lavdi Zotit, aleluja! Të lutem ma jep shansin të fillojmë edhe një nga e parë. Sigur tani martohemi me të vërtetë. I bekojmë të tre fëmijët tanë, por të gjithë ata kanë jetën e tyre. Dhe ja ku erdhi pita për të thënë njëri tjetrit, lavdi Zotit jemi bashkë. Amen. Vera, ndodh. Vi përpara te dhe përpara Zotit, vi përpara te dhe përpara Zotit, edhe të them faleminderit për gjithë këto vite. Faleminderit që më ke dashur gjithmonë.